Zilia, emocioni që askush nuk e pranon, por që mund të shkatërrojë çdo marrëdhënie. Ka një emocion për të cilin njerëzit flasin shumë rrallë. Njerëzit pranojnë se janë të trishtuar, pranojnë se janë të zemëruar, pranojnë se kanë frikë, madje disa pranojnë edhe urrëtitjen, por ekziston një ndjenjë që pothuajse askush nuk dëshiron ta pranojë. Ajo fshihet pas buzëqeshjes, pas komplimenteve, pas përqafimeve, madje edhe pas miqësisë. Kjo ndjenjë quhet zili. Askush nuk zgjohet në mëngjes duke thënë, sot kam zili. Përkundrazi, ne gjejmë justifikime. Ai pati fat. Ajo ishte në vendin e duhur, në kohën e duhur. Nuk e meriton atë sukses. Kështu zilia maskohet si kritik, si humor, si moral, madje ndonjëherë edhe si dashuri. Dhe pikrisht sepse fshihet kaq mirë, ajo është një nga emocionet më të rrezikshme të njeriut. Por dua t'ju tregoj një histori që nuk do të harroni kurrë. Një mik i imi punon si bankier privat në Zvicër. Një nga klientët e tij kishte rreth 300 milion franca zvicerane në llogarinë bankare. Një lidhje të shëndosh, 2 vajza të shëndetshme. Ai zotronte një ishull privat në Greqi, një vilë madhështore, jahtin, investime, një jetë që shumica e njerëzve vetëm mund ta ndërrojnë. Nga jashtë dukej sikur i kishte të gjitha, por kur miku im shkoi për ta vizituar, e gjeti me lot në sy. Ai po qante. Miku im nuk e kuptonte. Si mund të qajë një njeri që ka pothuajse gjithçka? Miku im ju afrua dhe e pyeti, pse po qan? Ti ke një jetë që çdo njeri e ndron. Klienti u përgjigj. Me pak se 15 minuta më parë, pash jahtin e Bill Gates duke kaluar pranë ishullit tim. Dhe në atë moment e kuptova se nuk do të arrija kurrë atë nivel. Miku im mbeti pa fjalë. Në atë qast, ai kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Zilia nuk zhduket kur bëhesh i pasur, ajo vetëm ndryshon objektivin. Një njeri me qindra milion nuk po e krahasonte veten me njerëz të zakonshëm, ai e krahasonte veten me dikë që kishte edhe më shumë. Dhe pikrisht kështu funksionon truri ynë. Në biologji truri nuk është ndërtuar për të numëruar atë që kemi, ai është ndërtuar për të krahasuar. Për mijëra vjet, ai që kishte më shumë burime, më shumë status dhe më shumë ndikim, kishte më shumë gjasa të mbijetonte dhe të lindte pasardhës. Prandaj, edhe sot truri ynë vazhdon të bëjë të njëjtën pyetje: a ka dikush më shumë se unë? Kjo është arsyeja pse zilia lind më fort mes njerëzve që janë afër njëri tjetrit, mes miqve, mes kolegëve, mes motrave dhe vëllezërve, mes kushrinjeve, mes artisteve, mes sportisteve, sepse aty krahasimi është i pashmangshëm. Kur shoku yt arrin sukses, ai nuk të kujton vetëm suksesin e tij, ai të kujton atë që ti ende nuk e ke arritur. Nëse ke karakter të fortë, frymëzohesh. Nëse vetë vlerësimi yt është i brisht, lind pyetja pse ai dhe jo unë. Dhe pikrisht aty fillon zilia. Prandaj pyetja nuk është sa para kam. Pyetja vërtet është me kë po e krahason jetën tënde. Sepse nuk është mungesa ajo që na bën të vuajmë më shumë, është krahasimi. Dhe ditën që ndalojmë së krahasuar i jetën tonë me jetën e të tjerëve, fillojmë të jetojmë me të vërtetë. Por cila është zgjidhja? Biologjia nuk mund ta ndryshojë mënyrën se si është ndërtuar truri ynë, por ne mund të zgjedhim se ku e drejtojmë vëmendjen tonë. Nëse kalon jetën duke parë vetëm ata që kanë më shumë, gjithmonë do të ndihesh sikur të mungon diçka, sepse gjithmonë do të ekzistojë dikush më i pasur, më i bukur ose më i suksesshëm. Por provo të shikosh edhe në drejtimin tjetër. Shikon njerëzit që do të ndronin të kishin jetën tënde, ata që nuk kanë shëndetin tënd, ata që nuk kanë familjen tënde, ata që nuk kanë mundësitë tua, jo për të ndier më i mirë se ata, por për të kujtuar se sa shumë ke tashmë. Kjo quhet mirënjohje. Dhe mirënjohja është një nga mënyrat më të fuqishme për të thyrë fuqinë e zilisë, sepse në momentin që fillon të vlerësosh atë që ke, zilia fillon ta humbas kontrollin mbi ty. Ndoshta lumturia nuk vjen duke pasur gjithnjë edhe më shumë. Ndoshta lumturia vjen kur mëson të shohësh vlerën e asaj që ke tashmë.